Përshëndetje, ndodhemi këtu te Biblioteka Marin Barleti, ku është vendosur qendra e votimit 295 që i përket KZAZ-s numër 3. Pak minutë më parë ka përfunduar procesi i votimit, i cili nisi në orën 7 të mëngjesit dhe përfundoi në orën 19. Ky proces u zhvillua normalisht dhe pa asnjë problematik. Përshëndetje nga Bashkia Vaudeus, aty ku gjatë gjithë ditës kemi ndjekur procesin e votimit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Vetëm pak minuta më parë ka përfunduar edhe procesi i votimit në të gjitha qendrat e votimit në Bashkinë Vaudeus, por sigurisht edhe në gjithë qarkun Shkodër. Përshëndetje nga Halësia e Madhe, për orës 7 të mëngjesit kemi ndjekur nga procesi e votimit në këtë zonë, por edhe në zonat përreth. Pjesëmarrja ka qenë të etolet, nga 22.023 zgjedhës në listë kanë votuar vetëm 8.808 qytetarë, shifrat e cilat janë të publikuara nga Kryqëzës së Fundit. Në kohë që ky proces i votimit ka qenë i qetë dhe pa incidente, tashmë procesi i votimit është në antarisht kanon procesi i ndërhyrjes të votimit. Për startisë nga Halësia e Madhe, Saida Çopari. Ju përshëndes, nga Lesha, në fakt që thatë edhe ju, janë mbyllur qendrat e votimit që prej orës 19 që ka qenë edhe orari zyrtar dhe tashmë kutitë e votimit kanë nisur që të tërëzohen në KZAZ-t përkatëse, konkretisht në KZAZ-n 12 dhe 13 që janë në Bashkinë e Lezhës, por edhe në KZAZ-t e tjera 14 dhe 15 që ndodhen në Bashkitë e Kurbinit edhe të Mirditës. Okej, procesi i votimit ka mbaruar në kohë, rreth orës 7 janë vënë gjithë qendrat e votimit, pastaj është nisur edhe kutitë e votimit drejt qendrës së numërimit. Procesi gjatë ditës është paraqitur i qetë, gjërat kanë shkuar në rregull, në Puk s'ka pas probleme.